Atëherë kemi sot sqarimin ose pra horoskopin e muajit qershor. Çfarë na thot muaji qershor? Tani sot pra kemi astrologjin vedike, ja dedikojmë si thuash astrologjisë vedike këtë ditë. Shumica prej miqve apo jo kanë marrë vesh që e kanë kuptuar tashmë kush është ascendenti i tyre, sepse astrologjia vedike punon vetëm me ascendent. Në rregull? Shumë bukur. Atëherë çfarë na thot? Atëherë në besoj do ta regjistrojmë. Po, do ta regjistrojmë të nxjerrim në YouTube. Shumë bukur. Atëherë astrologjia e muajit qershor. Çfarë na thot? Qershori 2025. Së pari dua të them, pra, besoj keni kuptuar që që sot e tutje, ose nuk bëj lexime me pagesë apo pa pagesë. Sepse shumë rrjete sociale, Instagram, Facebook apo ku diun, sidomos në TikTok, hiqen sikur, domethënë, janë mua, Afrodita Zaja. Edhe duan pra të mashtrojnë njerëzit. Kështu që mos besoni mesazheve që u dërgojnë me emrin tim për t'ju parë astrologjin tuaj apo për t'u zgjidhur problemet me të dashurën apo probleme të tjera. Do që t'jetë, ju e dini që u merrem me meditim lotososhën dhe aty në çfarë lloj ascendenti ti je, në çfarë lloj energjie, situate, sido që t'jetë, qëndërzimi është ilaçi gjithmonë për të gjithë njerëzit në çfarë lloj ascendenti. Pra, astrologjia vedike që bëjmë këtu është shkencë e shenjtë. Një mbrëma. Nuk është, domethënë nuk është po ashtu do ta dinin që gjithë, nuk është për gjithë, sigurisht është për njerëzit që duan të dinë të vërtetën. Domethënë, siç është çfarë energjie na sillin planetet. Dhe kjo shkencë nuk është nëpër libra, shqyr. Por është për ata pra që e kërkojnë të vërtetën. Në rregull? Pra në Shqipëri zotërojmë me astrologjin vedike. Prandaj, unë e bëj falas kur kam mundësi në rrjetet sociale, me qenë se gjetë pak orën tani, atëherë po fillojmë dhe të sqarojmë pak se çfarë, cilat janë lëvizjet e planeteve për muajin qershor. Në rregull, të marrim vesh se çfarë do të ndodhi në qiell për muajin që kemi shumë afër, sepse tani është sa është data sot. Domethënë 3 qershor, kështu që kemi hyrë në qershor. Në rregull? Atëherë, lëvizjet planetare më të rëndësishme, dhe ata që nuk e dinë, do flasim pak për ascendentin, por ata që nuk e dinë ascendentin, sigurisht unë do t'i marr të gjitha ascendentet sot me radhë, sepse pra që janë shenjat e horoskopit, duke filluar pra nga Dashi, Demi etj deri tek Peshqi, 12 shenjat e horoskopit. Ata që nuk e dinë çfarë ascendenti kanë, mund ta gjejnë në internet, tash çfarë s'ka, falas e keni, kërkoj ascendentin, duhet të dish përveç ditës së lindjes edhe datës dhe vendit, pra duhet të dish dhe orarin, që ta gjesh saktë. Ngjarjet astrologjike vedike për qershorin janë, dëgjoj me kujdes, Venusi ka një ndryshim shumë të madh në fakt. Venusi ka qenë në shenjën e Peshqit, por tani Venusi do të hyjë në shenjën e Dashit. Pra kjo është një ngjarje e re. Dhe nuk është se është shumë mirë, por do t'japim pra kuptimin e kësaj, kuptimin logjik dhe kuptimin shkencor, si thuash. Venusi hyn pra në shenjën e Dashit nga 1 qershor, pra ka hyrë para 2 ditësh, deri në 29 qershor, pra pothuajse gjithë muajin do të ri. Dhe do të sqarojmë pak se çfarë do të thotë kjo dhe çfarë ndikon kjo tek marrëdhëniet, sidomos impulsive tek ne. Marrim një planet tjetër që do të ketë pra do të ketë, si më thënë, ndryshim goxha të madh për qershorin, është edhe Marsi. Okej? Ka dalë muajin që kalove, ato që thash unë? Bravo. Më bëjt qefi. Okej, super. Marsi hyn në shenjën e Luanit, pra përsëri mirë Venusi hyn në shenjën e Dashit, që është një shenjë me zjarr, por kemi dhe Marsin, planeti shumë mashkullor, shumë
luftëtar. Marsi hyn gjithashtu në Luan, që është një shenjë gjithashtu e zjarrit, si më thënë. Luani drejtohet nga dielli. Marsi hyn në Luan me 7 qershor dhe do të na forcoj në shumë sfera të jetës dhe do të na motivoj shumë fuqishëm. Po për çfarë? Do ta zbulojmë. Bëni pak durim. Sepse durimi në fakt në qershor do t'i iki shumë njerëzve, sepse ka shumë zjarr. Në shumë drejtime, si më thënë. Dhe Marsi jo vetëm që është një energji kaq shumë motivuese, që nismëtare, shumë e fuqishme, por Marsi do të bashkohet me Ketun, pra një planet tjetër që quhet planeti Hije në astrologjinë vedike, që është shumë i rëndësishëm. Do të bashkohet pra Marsi me Ketun, do të thënë jo vetëm zjarr që do të ketë, por do 10 fishohet zjarri, kujdesni nga zjarret, nga përjashtë dhe nga brenda. Pra Marsi bashkohet me Ketun më 7 qershor deri më 28 korrik, pra i thon 2 muaj gati, afërsisht. Më shumë se 1 muaj gjysmë. Kështu që nuk kemi filluar me shenjat, po tregojmë lëvizjet planetare. Në rregull, Mërkuri do të hyjë tek binjakët në 7 qershor deri në 27 qershor. Atëherë Mërkuri është ndihet shumë mirë tek binjakët, kështu që humori, gëzimet është shumë mirë. Të paktën kjo është pak më balancuese. Hëna e plot do të jetë me 11 qershor në shenjën e Akrepit, do të kemi parasysh kur të ndodh, ndoshta mund bëjmë ndonjë video të shkurtër me kismet. Dielli hyn tek shenjën tek binjakët në 15 qershor. Kemi një kohë shumë sociale, rrjetet sociale. Akoma më shumë aktive kur dielli të hyjë në binjak. Okej, por dielli ka dhe diçka, do të afrohet me dhe do të djegë Jupiterin, i cili do të kalojë në një shenjë, do të trojë shumë shpejt shenjë. Në rregull, çfarë do të thotë kjo? Këto ishin lëvizjet kryesore planetare për muajin, domethënë, qershor. Këto janë lëvizjet më kryesore. Pra kemi Venusin në Dash, kemi Marsin dhe me Ketun. Çfarë do thotë kjo për njerëzit në përgjithësi? Tani po i marrim pak përgjithësi, do shkojmë tek ascendenta, do i marrim pak me radhë, avash. Okej? Fokusi do të jetë, pra përqendrimi do të jetë shumë tek Venusi në Dash, i cili është një shenjë zjarr. Dashi është drejtohet nga Marsi, është shumë zjarr, është Venusi është dashuri, lidhjet me dashuri, por përderisa do të ketë aspektin e Marsit dhe është në një shenjë të Marsit, pra mund të ketë shumë dashuri agresive këtë muaj. Lidhje të shpejta, shpejt, pa logjik. Sepse Ketu përfaqëson jo kokën, jo mendimet, por pjesën e poshtme nga këtu deri te këmbët, apo jo? Dhe pasione dhe kërkim të kënaqësive të shpejta në lidhje dashurie, sidomos shumë intensive, shumë plot, domethënë njerëzit duan të kënaqen shpejt. Pra mos durim. Kjo është një cilësi. Unë fakt prandaj po e bëj këtë video është një muaj veçantë, okay? Pra lidhje, marrëdhënie intime me njerëzit, unë dua këtë njeri, e dua, kam rënë dashuri në të gocën, tu shpejt, e du tani dhe pik mbaroj, domethënë. Kjo lloj energjie do të jetë në qershor, kështu që kujdes, mbani veten. Pra në marrëdhënie të shpejta që mund të janë shkurtra, shumë pasion impulsive, mund të ketë shumë xhelozi ndër të tjera, sepse kuptohet, do një njeri shpejt edhe ai njeriu këtu s'ka qef me u lidh, për shembull bie fjala. Pra ose pra energji posesive në një farë mënyrë. Kthehet në posesive nëse njeriu nuk ka kontroll. Pra mund të kemi xhelozi ose zotërim të një njeri të njëri tjetrit, ndoshta në lidhje dashurie apo familjare në fakt. Mund të përjetojnë pra dëshira epshe të shkurtra, pra që nuk zgjasin përgjithmonë, ose lidhje të shkurtra. Prandaj duhet në aspektin e zotërimit të një njeriu tjetër duhet të kujtojmë ose do t'ju kujtoj mantrën e njohur që neve kemi tek grupi fillestar i meditimit Lotus Ocean, pra mantra shumë e famshme tashmë që përsëritet shumë herë nga studentët e mi Lotus Ocean, sigurisht ne mantrat i bëjmë në shqip, dhe kjo mantra tani që duhet thënë nga të gjithë njerëzit, si më thënë,
me Z është. Okej? Asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër. Qoftë burr, gru, qen, mace, fëmijë, prindër, gjithçka. Komshin, kushurin. Vëllezër, motra. Okej? Në astrologjin vedike, për shembull nëse shikon një horoskop, sa për kuriozitet, okay? Nëse shikon një horoskop të një femre ose të një gruaje ose të një vajze, burri i saj, si më thënë, ose që do lidhet, përfaqësohet pra nga Marsi. Kurse po të kemi një horoskop të një mashkulli, gruaja e tij ose ai që do të lidhet, ajo që do të lidhet me këtë njeriu, që ka horoskopin, pra përfaqësohet femra ose gruaja e tij nga Venusi. Venusi është dashuri, kurse Marsi është energji si ta rrisësh të dashurinë ose kënaqësinë. Qoftë edhe të momentit tani, sepse sa më shumë zjarr të ketë, aq më shumë e shkurtër do jetë. Marsi është dhe luftëtari ose sportisti. Pra, edhe Ketu është një planet tjetër që do të jetë shumë aktiv, sidomos këtë muaj, në fakt 2 muaj, duke filluar që me do të fillojë sidomos me 7 qershor në fakt, kur të bashkohet me Marsin. Por Ketu është dashuria jo për një njeri të zakonshëm, por është për dashuria ose do të arrisësh hynoren. Okej? Diçka e shumë superiore, shumë të lartë që është hynore. Që është ti nuk arrin dot, por ke këtë dëshirë. Edhe kjo energji do të aktivizohet tani dhe mirë është sigurisht. Prandaj njerëzit që nuk janë bërë shumë shpirtëror, spiritual, mund të fillojnë që tani, sidomos nga 7 qershori, do të ndikohen shumë në intuitën e tyre tek hynorja. Dhe mirë është sigurisht sepse do të kemi pra shumë ndryshime. Po asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër. Qoftë njeri, qoftë çfarëdo lloj gjëje që ka, pra që është qenie. Marsi të ndihmon pra sigurisht të punosh për këtë energji që është me hynoren. Domethënë që dëshiron të lidhesh me hynoren, Marsi do ta jap. Njerëzit që do merren me shpirtëroren do të kenë shumë përfitime. Përfitimet mira karmike, përfitimet mira në lidhje serioze ose në një marrëdhënie qëndruese dhe të mirë. Atëherë fillojmë pa humbur kohë me ascendentët. Gati? Po na ndiqni? Sy e vesh, super. Atëherë, çfarë se sot është dhe e martë, kështu që kemi energji akoma, prandaj kemi veshur diçka të kuqe, të martave është mirë sepse është energjia pra e Marsit. Por le të fillojmë pa humbur kohë me ascendentët. Në rregull? Gati. Ascendentët kemi thënë, pra është, mund ta gjesh vetë, mund ta gjesh në internet, thjesht shkruaj datën e lindjes, ditën, vendin e lindjes, orarin. Orari shumë i rëndësishëm për të gjetur ascendentin. Pra, astrologjia vedike nuk punon me si këto astrologjia perëndimore që jemi mësuar qoftë për televizor, por astrologjia vedike pra punon me ascendenti. Ascendenti është gjëja më e rëndësishme e horoskopit tek ty. Shkurt muhabeti. Rregull? Atëherë njerëzit që kanë ascendent dashin. Do të shikojmë pak aspektet e marrëdhënieve, aspektet e punës, gjërat e përgjithshme, okay? Sigurisht, nuk është se njerëzit që kanë gjithë ascendent dashi do jenë kështu, por kjo vlen edhe për hënën, nëse është në dash, tek jotja, tek astrologjia vedike si gjithmonë flas, në rregull? Hënën në dash ose ascendenti yt është në dash, vlen kjo. Dhe sigurisht nuk është se ti je 100% kjo që po them unë, sepse çdo horoskop ka shumë të veçanta, çdo njeri është unik. Rregull? Dhe është pra ka jo vetëm këtë energjitë që po flasim tani, por ka edhe planetet e tjerë në pozicione të ndryshme. Të gjithë dashët nuk janë njësoj, shkurt muhabeti, okay? Mirë. Ti je dash? Shumë bukur. Në fakt më kam zbërthyer dhe pse quhet dashi dhe pse ka lidhje me dashurinë në fakt, por në një video tjetër nuk po ngatrojmë këtu. Njerëzit që kanë ascendentin dashi, dëgjoj me kujdes, se nuk do ta them 2 herë.
Venusi do të ndikohet pra tek ascendenti, sepse Venusi do të jetë në dash këtë muaj, kështu që gjithë juve do të ndikojeni shumë ndryshime tek juve dashët. Pra do të ndikohet tek trupi fizik, meqense Venusi është tek energjia jote ascendenti yt, do të hypi dëshira dëshira të rregullohesh më shumë, më bukur flokët, fytyra, ku diun ndryshime në pamjen tënde fizike, okay? Sidomos kokën ose pjesën kornizën tënde që është sidomos pra pjesa e sipërme e kokës, së fytyrës, së buzëve etj. Pra që do të duken më mirë, do të bëjnë më atraktiv në fakt nga kur të tjerët të shikojnë. Komunikimi i tyre do të jetë shumë i shkëlqyeshëm, sidomos pas 15 qershorit. Sepse do të bashkohet Mërkuri dhe Dielli i tyre në shtëpinë e tretë astrologjike dhe ka shumë komunikimi i tyre do të bëhet shumë i këndshëm, do të takohet ndoshta me njerëz të rinj, udhëtime të shkurtra që do t'japin kënaqësi, si më thënë, lëvizje të shpeshta në vendin ku banon, pra udhëtimet jo të gjata në vendet jashtë shtetit, por aty më të shpeshta. Takime me vëllezërit, motrat ose pushimet me ta ndoshta, shumë e mirë për intervista qoftë pune, por edhe për qejf. Intervista për shumë, siç po jap tani intervistën. Nuk po jap për punë apo jo. Marsi në shtëpinë e 5 me Ketun. Tani kemi parasysh që Marsi do bashkohet me Ketun. Dhe ky bashkim është në qershor që do t'i vënë njerëzimin pak në lëvizje sigurisht për të fituar intuit më të fortë, por edhe vetdije më të lartë. Në qoftë se kërkojnë dhe në qoftë se punojnë sigurisht, sepse do punojnë ata që kërkojnë, sepse Marsi t'jep energji. Pa Marsin s'do kishin fuqi as të ecnim. Jo, nuk kam folur për Akrebin. Jemi të dashi akoma. Jemi tek dashi. S'kemi mbaruar me ascendent dash, se nuk do t'i jap gjërat kështu si në televizor, si përfaqësore. Do i shkojmë gjëra me thellë. Kjo është shkencë. Astrologjia vedike është shkencë, që është shkenca Jyotish, shkenca e dritës, okay? Pra, kur Marsi të bashkohet me Ketun në këtë qershor, kujdes me veprimet kreative, personale të tua, në mënyrë që mos të përfundojnë dramatike, përpiqu të shmangësh dramat. Marsi dhe Ketu jep bashk, janë në një energji pozitive, sidomos kur përdor për gjëra spirituale. Ketu është shumë spiritual. Okay? Dhe njerëzit tani që merren me duan të rrisin vetdijen, duan të zbulojnë gjëra që si dinin më përpara, ka një energji shumë të mirë Marsi dhe Ketu. Për njerëzit që duan kështu sa për të marrë një titull ose gjëra si përfaqësore, për ata nuk do jetë aq e mirë për gjithë shenjat. Por jemi tek dashi, okay? Pra, Marsi dhe Ketu do të kenë një energji shumë pozitive, por sidomos meqense është e komunikimit, është shumë mirë që ata të mësojnë mantrat në shqip, që unë jap falas tek meditimi Lotus Ocean. Çdo javë online. Prandaj i këshillojmë të thonë mantrat. Në këtë mënyrë ta përdorin energjinë që kanë pozitive dhe jo për drama dhe jo për shqetësime dhe jo për agresivitet. Kur i thua mantrat në shqip apo jo separimet e pastra, edhe mantrat karmike sidomos, i këshillojmë dashit. Ti përsërisin, pra të përdorin zërin për këtë gjë. Në fund të muajit do të bëhet më mirë për ta, por lidhjet e reja nuk këshillohen shumë, sepse mund të bëheni shumë impulsiv, të paduruar, lidhje të shkurtra, lidhje koti. Dëshira më duhet kem këtë xhelozirat, dua këtë tani, po se do pastaj. Kam pëlqen ti mu, këto gjërat, gjendje si më thënë pak dramatike dhe shumë impulsive. Të mos harxojnë lek, kot se koti, dashët, shmang spekulime, ndryshime, për studime shumë e mirë, për të zbuluar gjëra të reja, ose për ata që studiojnë në shkollë, është kohë shumë e mirë. Ata që nuk është mirë të kryejnë biznese, nuk është e sigurt, Dielli dhe Jupiteri në shtëpinë e tyre të dytë mund të bëjë që të keq kuptoheni nga të tjerët. Për femrat, sidomos të kujdesin shëndetin e tyre, sepse Venusi i tyre pra është në shtëpinë e parë. Kjo ishte për dashin. Mbarua me dashin,
Atëherë do të flasim pak shkurtimisht shkurtimisht e thënqen, po shkurtimisht edhe për ascendentet e tjerë. Pra në qoftë se jem ascendent që i ke në shenjën e demit, ose hëna jote ndodhet tek demi, kjo lloj pra që do them tani vlen. Atëherë demi. Lordi i ascendentit tuaj është demi, pra është demi që drejtohet nga Venusi. Pra edhe demat do të ndikojnë goxha këtë muaj. Venusi tyre do të ndodhet në shtëpinë e 12. Okej? Do t'ju bëj pak që të futen tek vetja, të fillojnë dhe të bëjnë pak kështu si sekretagjin. Domethënë, do dëgjojnë më shumë intuitën e tyre, meqense është shtëpia 12, kujdes me gjumin, përpiqu që të komunikojnë, pra të bëjnë pak më të hapur, sepse do kenë një tendencë që mos flasin shumë me të tjerët, të futen tek vetja, gjë që është negative, absolutisht, por përpiqu të lidhesh me familjen tënde më ngushtë, pas 15 qershorit do të kesh më shumë paqe, më shumë kohë më e mirë. Por 2 javët e para mund të jenë pak stres dhe financa mund të shkojë mirë. Sepse mund të merrni pra këshilla financiare briljante nga dikush, nga një guru ose nga një mësues ose nga një autoritet. Pra mirë me parat, por Venusi në shtëpinë e 12 do të bëjë që ti harxhoni këto parat për gjëra qefi, kujdes, për njerëzit që kanë qef të harxhojnë për budalliqe, pije apo këto gjërat nuk është mirë. Marsi dhe Ketu bashkë në shtëpinë e 4, mirë është kaloni kohë me maman tuaj, shmangni debatet, bëj gjëra në shtëpi, ndrysho lëmurin apo gjërat mobiljet apo diçka, shkojë mirë, ke energji për këtë gjë, nëse nevojitet, për instaluar apo të ndryshuar diçka tek shtëpia juaj, do të keni pra energji të mjaftueshme për këtë. Binjakët? Për binjakët do të ndryshojnë disa gjëra, ose do të ketë tendenca për ndryshim. Lordi i ascendentit të binjakëve pra është Mërkuri, i cili do të bashkohet me Jupiterin këtë muaj, pra në ascendent, dhe është shumë e mirë në fakt për marrëdhënie. Binjakët, nëse martesë apo diçka serioze, për binjakët vlen. Venusi i tyre në shtëpinë e 11 do t'i bëj shumë atraktiv në rrjetet sociale për shembull, ose në grupe shoqërore, do t'ja kalojnë shumë mirë. Mund të përfitojnë biles gjëra në këto grupe. Marsi në shtëpinë e 3 në Luan do t'jetë. Shtëpinë e 3 astrologjike pra, Marsi. Dhe është dhe mirë, pra për binjakët është shumë mirë ky muaj, sepse nëse kanë armiq apo konkurrent, do t'i shëmbin. Të gjithë, si me thënë, sukses në intervista pune apo bisedë ose intervista në vende të ndryshme, ose ndryshime për mirë në punën e tyre. E folur atyre pas 7 qershorit ose komunikimi do të jetë pra shumë efektiv, do të kenë shumë efektiv tek të tjerët për mirë, edhe për veten sigurisht. Rahu në shtëpinë e tyre të 9 mund t'ju bëjnë që të studiojnë pak më shumë, të mësoni gjëra të reja. Pra për binjakët goxha mirë. Sigurisht në qoftë se lidheni ose për ata që janë beqar, duhet keni parasysh pra mos të tregojnë impulsiv, që kjo vlen për gjithë shenjat. Pra mos të tregojnë, domethënë, shpejt e shpejt, ose kënaqësia e momentit, por durim dhe logjik. Atëre, ata që janë ascendent Gafore, në rregull? Ose që hëna e tyre është në Gafore, dhe flas gjithmonë, për ata që nuk e kanë kuptuar, flas pra për astrologjin vedike. Okej? Rrjetet shoqërore, shumë mirë, ose rrjetet sociale, nëse kanë diçka për të reklamuar, ose diçka në YouTube, ose në rrjetet sociale, shumë e mirë
në shoqërinë e tyre, pra kulmi i kësaj suksesi, si më thënë, mund të arrijë në 11 qershor. Pse? Sepse në 11 qershor do të jetë dhe hëna e plot tek shtëpia e tyre 5 astrologjike. Domethënë, shumë e mirë për ta, kreativitet, kohë e mirë për fëmijët e tyre, sidomos ata njerëz që kanë ascendent gafore dhe kanë fëmijë. Është kohë e mirë për të vendosur për edukimin e tyre, për një kohë të mirë me ta. Edhe gaforet për lidhje romantike, ata që janë pa lidhur, domethënë beqar. Por pas 15 qershorit, dielli i tyre do të shkojë në shtëpinë e 12, pra në shtëpinë e humbjes me Jupiterin. Dhe do të bëjnë pra që të futen pak brenda vetes, si më thënë, ose e në këshill për ta në fakt është të bëjnë udhëtime të largta në vende të huaja. Është shumë e mirë. Madje mund të takojnë një guru ose mund të ndriçohen nga idera briljante, pozitive, frymëzohen. Venusi në shtëpinë e tyre të 10 mund të bëjnë që të punojnë gjithashtu larg shtëpisë, nëse janë në punë, pra dhe mund të mërziten pak nga kjo gjë. Saturni në shtëpinë e tyre të 9 mund të sjellë shumë punë, por mbajini marrëdhëniet pra të mira me shefin ose kolegët superior, nëse ka shqetësime apo debate. Marsi në shenjën e Luanit me Ketun. Mund të kenë pra konfrontime në punë ose edhe në familje. Por nëse vazhdojnë pra të punojnë, kanë mundësi të mira për fitime financiare. Okej? Meqense Marsi dhe Ketu janë në shtëpinë e dytë, është që shtëpia e zërit astrologjike e astrologjisë vedike, pra duhet të kenë dhe kujdes me fjalët që thonë, sepse mund të lëndojnë dikë. Marsi të jep shumë energji, edhe në zë do të kenë një zë. Mirë është që nëse ta përdorin këtë zë, është mirë për të përsëritur mantrat në shqip që i mësojnë tek Medim Lotus Ocean. Me mua pra çdo javë është më e mira në fakt, sepse kur thua mantra që janë parimet të pastra, po te gaforja janë. Kur thua mantra nga qendra e gojës, për ato që janë të vërtetat pa kohë, dhe në shqip është shumë pozitive për ata që duan ta drejtojnë këtë energji që kanë, që është dhuratë hynore, në fakt, po për mirë, sepse dhuratat hynore që neve kemi nga hynia, shpesh herë i keq përdorim, edhe kështu krijojmë karma të këqija për veten tonë në të ardhmen. Për gaforen, akoma janë këtu, okay? Dielli me Jupiterin nga 15 qershor do t'ju japë energji të mirë, nëse planifikoni sigurisht udhëtime të largëta, por edhe shpirtërore. Kjo ishte gaforja. Okay, Luani? Luani, meqense pra edhe kjo shenjë pra e Luanit do të pësojnë ndryshime. Ata që janë ascendent Luani do të pësojnë në përgjithësi pra shumë ndryshime në jetën e tyre, duke filluar në fakt që këtë muaj sidomos. Por lajmi i mirë pra është që dielli i tyre ndodhet në shtëpinë e 11 astrologjike vedike. Dhe është shumë e mirë për karrierën e tyre, nëse punojnë mjaftueshëm, mund të impresionohen nga kolegët apo në komunikime në punën e tyre, sidomos deri në 15 qershor kanë këtë mundësi sipas astrologjisë vedike. Dielli pra me Jupiterin ju jep fitime të mira pas 15 qershorit, si më thënë frytet e punës që ke punuar. Lidhur me partnerin, kujdes ata që janë beqar të mos egzagjerojnë me ndrime partnerësh ose gjatë udhëtimeve të tyre verore, të mos krijojnë lidhje të reja të shkurtra, sepse jo lidhje me pasoja dramatike nuk është mirë apo jo, sepse Venusi në shtëpinë e tyre në 9 ju jep këtë mundësi për ata që janë Luani ascendent meshkuj. Okay? Pas 25 qershorit mund të përjetojnë që t'ju keq kuptojnë qoftë në punë apo në lidhje me dikë, për të gjithë tani, okay? Edhe për meshkujt e femra.
Marsi është në shpinë tuaj të parë me Ketun dhe është një pozicion shumë i mirë, shumë energjik, ke shumë energji për veten, por në qoftë se e përdor këtë energji për të mirën e vetes, sidomos të mirën e trupit, për të kryer aktivitete, ku diun sporti, në qoftë se ke shumë energji, për shëndetin, të zbulosh për cilat janë ushqime të mira, për të gatuar, përdori duart, trupin tënd për të bërë diçka të mirë, dhe jo veprime të pavetëdijshme ose jo veprime të shpejta pa menduar fare. Okej? Rini të qëndërzuar, meditim Lotus Ocean është gjithmonë shumë pozitive për gjithë shenjat. Virgjëresha. Okej? Unë po i them një nga një, ata që se kanë parë, le të ta shohin në YouTube ose këtu në Instagram. Ata që janë ascendent Virgjëresha. Për të gjetur ascendentit, shikojnë në internet, ka sa duash, shkruaj, pra, siç e tham, informacionet e tua, dhe sidomos orari lindjes është shumë i rëndësishëm. Ambicie në punë, Virgjëresha. Mundësira të mira, sidomos pas 15 qershorit, sepse dielli i tyre do të jetë pra në shpinën e 10 astrologjike, do të jetë shumë i fuqishëm. Për punë, për profesion, do të drejtohen. Mund të marrin titull më të lartë ose do të jetë shkëlqyeshëm për ata që janë Virgjëresha, nëse janë punë. Mund të gjejnë pra zgjidhje brillante në profesionin e tyre apo në menaxhimin e të tjerëve, nëse ka një rol shef ose punëson të tjerë ose drejton të tjerë. Muaj i shkëlqyer për ta në karrierë. Venusi në shpinën e tyre të 8 mund të japë fitime apo trashëgimi të papritshme. Shumë e mirë për lidhje dhe kohë familjare, ndër të tjera. Kujdes me lidhjet, ajo që është për Virgjëreshën është të paktën për këtë muaj ose për 2 muajt në fakt që do të vinë, qershorin dhe korikun, pra ka një tendencë ata që janë për lidhje sekrete intime, do të ketë shumë energji aty, sidomos kur të bashkohet Marsi me Ketun. Pra të jemi sa më të sinqert dhe të kryejmë veprime të përgjegjshme. Kur hëna të jetë e plot, pra sidomos me 11 qershor, ndër të tjera dhe dielli do të bashkohet me Jupiterin. Pra do të ketë shumë ndryshime Virgjëresha, por jo veprime pra impulsive. Dhe do të kenë më shumë përqendrim në fakt në punën e tyre dhe në fitimet që mund të kenë në punë. Okej? Je duke blerë një makinë? Si ishte? Se kava. Okay. Peshorja, makina, dhe kur blem një makinë ose diçka shifet tek astrologjia vedike. Pra astrologjia vedike shikon 12 shtëpitë astrologjike përfshin të gjithë sferat e jetës. Kur ke qenë i vogël, kur ke qenë i madhe, kur çfarë familje ke patur kur ke qenë i vogël, shtëpia jote, energjia që ke në shtëpi, çfarë gjëra të bëjnë më të lumtur, profesioni, fëmijët, burri, gruaja, romantikja, udhëtimet e tua, marrëdhënia jote me një guru ose me një mësues shpirtëror, marrëdhënia në kuptimin që do mësosh, apo jo? Shumë sferat e jetës. Në fakt të gjitha e ka astrologjia vedike. Edhe makinën që pyete e ka. Në fakt. E ka. Për shumë varet çfarë energji ke tek shtëpia jote e 4 astrologjike, që është në fakt makinat që zotëron ose makinën. Në fakt dhe të shikoj, astrologjia vedike është shumë e mahnitshme, sinqerisht. Atëre peshore nuk e bëm, apo jo? Peshorja. Apo e bëm? Ja, nuk e bëm. Peshorja. Lordi i ascendentit të tyre, Venusi, ka shkuar në shpinën 7 astrologjike. Do të jenë shumë aktiv në lidhje me
komunikim me njerëzit e tjerë, me bizneset, pra do të kërkohet nga njerëzit, do të pyesin shumë dhe do të jepni shumë energji të tjerëve, shkurt muhabeti. Ata që janë peshore, ascendent peshore. Pra flasim për astrologjin vedike, ascendent peshore. Do të japin shumë energji të tjerëve, qoftë edhe bizneset e tyre do të kenë shumë punë, shumë mirë në fakt, do të ndihmojnë dhe të tjerët, por do të kujdesen dhe për veten. Pra, mund të harxojnë shumë energji për të tjerët. Marsi dhe Ketu në shtëpinë e tyre 11 astrologjike do të kenë pra shumë energji në kuptimin e udhëtimeve gjithashtu, mund të shijojnë udhëtimet, sidomos spirituale. Lidhjet më të forta intime me partnerin e tyre nëse i kushtojnë kohë, sepse Venusi i tyre do të jetë në shtëpinë e 7 astrologjike. Okay? Pra marrëdhëniet me njerëz të tjerë do të jetë shumë intensiv. Domethënë, ata që janë studenta, peshoret, është kohë e mirë, shumë e mirë për ta, për mësimet, për provimet, kohë e mirë dhe për biznesmenët që jetojnë jashtë vendit, përfitime shumë të mira, shkëlqyeshëm për ta në fakt. Kujdes me rrjetet sociale, gjëra që shkruani, ju themi, mund të dëgjojnë nga tjerët, mund të lindin konflikte, energji shumë zjarri, debate, përpiquni të shmangni, okay? Peshore gjithashtu kohë e mirë me babain, gurun ose autoritetet. Por kujdes dhe dielli pra me Merkurin mund të sjellin dhe keq kuptime ndonjëherë. Okej, vazhdojmë ecim, se dhe pak kemi kohë. Akrepi. Rahu në shtëpinë e tyre të 4 dhe Ketu në shtëpinë 9, pra janë në shtëpi pra 4 që quhet diamanti ose kendra tek astrologjia vedike, mund të sjellin shumë ndryshime në jetën e tyre familjare dhe profesionale. Shumë planet do të ketë në shtëpinë e 8 gjithashtu, që do të thotë akrepat, teste, transformime, ndryshime nga gjendja siç ishte më përpara. Kujdes nga tensionimet që mund të krijohen me partnerin ose partneri me një partneri biznesit tënd ose partnerja, pra në mënyrë që mos të lindin debate dhe keq kuptime apo pa kënaqësira. Por Jupiteri prap mund t'ju ndihmojë në këtë, se është i pozicionuar shumë mirë për akrepët. Venusi në shtëpinë e tyre të 6 do t'ju ndikojë ju akrepave që të ndryshoni dietën tuaj për mirë. Domethënë, nuk keni ëngrë mirë, tani do hani mirë. Do t'ju bëhet situata ose energjia ose një tendencë për të ngrënë ushqime të shëndetshme. Okay? Karriera juaj, puna juaj, ndryshime në korrik, sidomos sepse Marsi dhe Ketu janë shumë të fuqishëm, por mund të keni dhe konfrontime me autoritetet, kujdes. Apo me hapësirën e punës, mund të keni ndryshime. Investime familjare mund të shkojnë shumë mirë. Por mos merrni këtë muaj, sidomos në 25 qershor, mos merrni vendime të rëndësishme biznesi apo pune. Shigjetari, ata që janë ascendent shigjetari. Një muaj shumë aktiv me shumë afrimitet me partnerin për shigjetarët. Venusi në shtëpinë e tyre të 5 astrologjike, okay, do të ndikojnë një romantik të shkëlqyeshme gjerë në fund të muajit qershor. Përdorni kohën për kujdesin e vetes. Gjithashtu do t'ju bëj pra shumë atraktiv për ndaj njerëzve të tjerë. Kohë e mirë për ata që kanë ndërmend ose që janë të martuar dhe për të bërë fëmijë, ose do të kenë pra një kreativitet shumë të mirë. Do të jetë në qendër të vëmendjes dhe shëndeti juaj. Është shumë e mirë për shigjetarët, sidomos të merren me meditime, energji e shumë e mirë për evoluimin e tyre shpirtëror në fund të muajit. Kujdes me autoritetet, qeverit apo njerëzit me autoritet. Domethënë nga ana profesionale gjithashtu, shefin ose kolegët. Por për shigjetarët i rekomandojmë të bëjnë meditimin qendërësim, sidomos për të rritur energjinë e tyre më shumë. Okay? Besoj dëgjojmë. Britsjapi,
Edhe brecjavit duhet të ketë më shumë kujdese për shëndetin e tyre fizik, të ndryshojnë në qoftë se nuk kanë çaj shëndetshëm ose nuk kanë patur kohë për veten, të fillojnë të gatuajnë ushqimin e tyre nëpër shtëpia, domethënë të kenë një dietë ushqimore më të mirë dhe do t'i japi këtë energji këtë muaj qershori. Venusi në shtëpinë e tyre të katërt ju jep shumë energji të mirë për të ndryshuar apo për të bërë në fakt për të zbukuruar shtëpinë ose për të ndryshuar diçka brenda shtëpisë, por edhe për shitje toke, blerje toke, prone, ku diun këto gjërat me tokën, me shtëpia. Ose do t'ju japi në fakt Venusi në shtëpinë e katërt, do të thotë edhe një vedike i quan të jep një kënaqësi qetësie për të brendshmën tënde, të ndihesh rahat në shtëpinë tënde, të arrisë më shumë këtë ndjenjë, pra të kesh paqe, qetësi aty ku jeton. Marsi dhe Ketu në shtëpinë e 8, kujdes me veprimet të shpejta dhe impulsive, gjërat papritshme, shumë gjëra që s'kishe kohë më përpara, mund t'i bësh tani. Kujdes me mos realizoj gjërat e paligjshme, thot astrologjia vedike. Okay? Okay, atëre ujori, ata që janë ascendent ujori. Fantastike për ta, sidomos kur hëna të jetë plot me 11 qershor, do të ndihen shumë mirë, por për sa i përket marrëdhënieve, Ketu dhe Marsi bashkë në shtëpinë e tyre të 7 astrologjike dhe për ata që janë të lidhur mund të ndikojnë pra tek tensionime me partneren për ata pra që janë të lidhur ose për partnerët e biznesit ose për partnerët apo partnerja jote. Pra mund të krijojnë tensionime dhe lidhje jo aq të këndshme. Nëse ata që janë ascendent ujor dhe ka një partner që është spiritual, domethënë merret me meditime dhe evolimin e tij, është përqendruar tek evolimi, atëherë nëse ke një partner spiritual do të jetë një kohë e shkëlqyer. Për sa i përket krijimtarisë tënde është kohë e mrekullueshme, gjithashtu sepse dielli dhe Jupiteri do të ndodhen në shtëpinë e 5 të krijimit, të frymëzimit, gjërave që t'japin kënaqësi, shkrimi, muzika, piktura apo ku diun. Dhe nëse duan akoma më shumë energji të mirë, mund të mësojnë pra dhe mantrat në shqip. E folura nga qendra e gojës do t'i ndihmojnë shumë. Të gjithë që dëshirojnë pra mund vinë tek meditimi Lotus Ocean, që do hapim një grup të ri. Për ascendentët që janë student nëpër shkolla ose po studiojnë një deg ose diçka, është shumë e mirë për ta, plot energji. Madje edhe talentet e tyre mund të dalin në pa. Krijimtaria shumë e mirë. Venusi në shtëpinë e 3 mund të shtyjë tek veprimet e nxituara që duken në sipërfaqe, domethënë shumë të bukura, por mund të përfundojnë në dramatike, si thuaç. Prandaj nuk duhen kryer veprimet e nxituara. Energjia e Marsit që do t'i japi këtë energji. Shumë qartësi do të kesh në 11 qershor kur hëna të jetë plot për sa i përket punës profesionale, ata që janë në punë. Mbaruam me ujorin Peshqit. Shenja e fundit. Shumë biseda familjare dhe vëmendje të madhe do të keni tek pronat, ata që janë Peshqit. Gjërat blerje apo shitje shtëpi, gjithashtu apo debate me nënën tuaj në fund të muajit qershor, pra kaloni kohë të mirë me nënën tuaj. Marsin ose kujdesuni për shëndetin e saj. Marsi në shtëpinë e 6 do t'ju japi energji që të fitoni mbi armiqtë tuaj. Por edhe sigurisht në qoftë se merren me gjëra spirituale do të kenë akoma një energji akoma më të mirë për sëritje mantrave dhe meditimeve që mësojnë tek meditimi Lotus Ocean. Një gjë që peshqit mund të ndryshojnë është dieta e tyre apo uria për ushqim. Shihet mund të përsojnë ndryshime sepse Venusi tek shtëpia e 2 astrologjike ju mund të bëjë që të ndërroj dietën. Kujdes me gjërat që hani, por edhe gjërat që pini. Ose njerëzit që janë të varur nga pijet e këto gjërat, më shumë kujdes. Nëse ka njerëz që kanë restorante apo punojnë në industrinë e ushqimit, ka një mundësi të fillojnë të mendojnë për ushqime vegetariane tani, që ndihmojnë njerëzit që t'i ndihmojnë pra njerëzit e tjerë që të hanë shëndetshëm ose ushqime spirituale. Quhen.
Për sa i përket pra ushqimeve, do të fokusohen pra tek gjërat e shëndetshme, por njerëzit që nuk kanë vedi ose nuk kanë kohë për veten e tyre mund të përfundojnë pra me gjëra pa shëndetshme, kujdes me alkoolin apo këto pijet. Gjë tjetër për peshqit, kohë e mirë për babain e tyre ose autoritetet, sqarime të mira me, domethënë, shefat që dikur mund të ketë patur sekrete apo marrëdhënie jo të mirë, tani mund të dalin më në dritë. Ose gjërat pa qarta mund të dalin në dritë kur hëna të jetë e plotë, sidomos me 11 qershor. Javën e fundit të qershorit mirë është që të mos merrni vendime të rëndësishme, por shijojeni javën të qetë me familjet tuaja, ndoshta në udhime apo aty ku jeni. Kujdes me lekët që harxhoni sepse kanë tendenca për veprime të nxituara. Okej? Kaq ishte, mbaruam me peshë. Mirë atëre. Ka ndonjë pyetje? Për gjithë qershoren në fola, për gjithë qershoren, domethënë në atë nëse se ke parë mund ta shikojmë, do ta regjistrojmë. Kalofshi bukur atëherë, ju përshëndes, është dhe darkë. Natën e mirë, kalofshi një qershor të shkëlqyeshëm. Përshëndetje.